Kur tiroidja del jashtë kontrollit, ajo shfaq këto tre shenja. Mësojeni para se të jetë shumë vonë. Problemet me tiroiden nuk vërehen vetëm te njerëzit në moshë madhore, por edhe tek personat në moshë të re. Në rastin e tyre, simptomat me problemet e tiroides shpesh nënvlerësohen, neglizhohen, madje ja atribuohen edhe stresit ose edhe ushqyerjes së keqe. Ekspertët thonë se problemet me tiroiden mund të shfaqen në çdo moshë, por njerëzit ndërgjegjësohen për to në moshën e mesme ose kur është shumë vonë për jetën e tyre. Prandaj, sipas tyre, është shumë e rëndësishme që njeriu të mos neglizhojë simptomat paralajmëruese dhe t'i kap ato në kohë, t'i adresojë tek mjeku për të marrë kështu edhe trajtimin më të specializuar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për të evituar kështu edhe komplikacionet që mund të shkaktojë në shëndet, tiroidja e cila mund të ketë dalë jashtë kontrollit. Një nga shenjat parësore të cilat tiroidja e shfaq me shumicë te personat që vuajnë prej saj është edhe rënja e pakontrolluar e flokut. Rënja e flokut është një nga simptomat e lidhura fort me problemin e tiroides, sidomos me funksionin e saj. Në varësi të problemit, njeriu edhe në moshë të re mund të përballet me rënje të flokut dhe hollim të tij. Nëse keni këtë shqetësim, adresojeni tek mjeku për të parë shkakun e rënjes së flokut. Konstipacionet të shpeshta. Konstipacionet dhe fryrjet mund të jetë rezultati i problemit të fshehur me tiroiden, veçanërisht hipotiroidizmi. Ky problem mund të ngadalësojë këtë proces të trupit duke përfshirë kështu edhe jashtëqitjen. Nëse vëreni se vuani shpesh nga problemet e jashtëqitjes dhe vuani nga kapslloku, adresojeni këtë situatë tek mjeku juaj dhe mos e neglizhoni duke menduar se është për shkak të ushqimit. Luhatit e theksuara të humorit gjithashtu janë shenjë që tiroidja mund të ketë dalë jashtë kontrollit. Luhatja e humorit, ankthi, depresioni mund të shkaktohet nga një sër problemesh që përfshin ato të tiroides. Ndryshimet hormonale shkaktojnë gjithashtu shumë drobitje në sistemin mendor dhe nxisin edhe luhatjet e humorit. Shtimi i papritur në peshë mund të jetë një tjetër arsye. Ekspertët thonë se shtimi i pashpjeguar dhe i beftë në peshë është një simptom mjaft e përhapur te njerëzit që vuajnë nga tiroidja, sidomos te të rinjt dhe moshat e reja. Nëse nuk ndryshoni edhe ushqyerjen tuaj dhe vazhdoni të shëndosheni papritur, atëherë kjo është një shenjë që nuk duhet të neglizhohet. Adresojeni tek mjeku për të parë shkakun e vërtetë. Gjithashtu, tharja e lëkurës mund të lidhet me shëndetin e dobët të tiroides. Përtharja e lëkurës është një nga simptomat e hipotiroidizmit që ka tendencë të përkeqësohet sidomos nga moti i ftohtë. Sipas të dhënave të Healthline, 77% e njerëzve që vuajnë nga hipotiroidizmi kanë edhe lëkurën e tyre shumë të thatë. Problemet me kujtesën mund të lidhen gjithashtu edhe me shëndetin tuaj të tiroides. Nëse vëreni që keni probleme me kujtesën, atëherë mund ta ketë fajin edhe shëndeti tiroides. Mungesa e përqendrimit dhe harresa janë efektet anësore të mjegullimit të trurit, që shkaktojnë gjithashtu edhe hipotiroidizmi. I ftohtë i vazhdueshëm edhe kur temperaturat janë konstante. Nëse keni një tolerancë të ulët ndaj tiroides, atëherë do të bëni analiza për të përjashtuar ndonjë problem të mundshëm, sidomos edhe nëse vuani nga i ftohti edhe kur temperaturat janë konstante. Kjo është një arsye që tiroidja njihet se termostati i trupit dhe rregullon edhe temperaturën e tij. Nëse vazhdimisht keni edhe luhatje të temperaturës, atëherë adresojeni këto shenja tek mjeku juaj, pasi është e vetmja zgjidhje që mund të bëni për të mbajtur nën kontroll problemin e tiroides dhe nëse është e nevojshme, edhe operacioni mund të jetë një zgjidhje për to. Hipotiroidizmi, një tiroide jo aktive, nuk mund të kurohet. Megjithatë, ka disa ushqime të mira për tiroiden që mund të ndihmojnë në mbajtjen e saj nën kontroll, gjithmonë nëse e kapni që në hapat e parë. Tiroidja është një gjë ndër e vogël në formën e fluturës e vendosur në qafë, që kontrollon aktivitetet tona metabolike duke prodhuar hormone, të cilat do të rregullojnë rrahjet e zemrës, djegjet në kalori e të tjera.
Tiroidja jo aktive nuk prodhon mjaftueshëm nga këto hormone, duke ju shkaktuar ndjesi të lodhjes, fryrje, stres, plagështi e të tjera. Në këtë video do të listojmë ushqimet që mund t'i konsumoni në dietën tuaj në rast se vuani nga hipotiroidizmi ose ato që duhet të shmangni nga dieta juaj sipas WebMed. Salmoni. Disa studime sugjerojnë se njerëzit që vuajnë nga sëmundja Hashimoto, lloji më i zakonshëm i tiroidës, kanë nivele të ulta të vitaminës D krahasuar me njerëzit e tjerë. Doza të ulta të vitaminës D do të lidhen gjithashtu me nivele të larta të antitrupave të tiroides. Këto antitrupa aktivizojnë sistemin imunitar për të sulmuar indet e tiroides, gjë që shkaktojnë gjithashtu inflamacion dhe vështirësi në funksionet e saj. Merrni 600 njësi vitamine D çdo ditë për të parandaluar inflamacionet, kështu tiroidja juaj do të funksionojë më mirë, citon WebMed. Fruta dhe thata. Frutat e thata, sidomos arrat, janë të pashura me selen, një mineral që luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e hormonit të tiroides. Seleni ka gjithashtu veti të mira antioksiduese. Gjendjet autoimune, si të tilla sëmundja Hashimoto, mund të rrisin edhe inflamacionin, gjë që mund të ndikojë gjithashtu edhe në komplikacionin e shëndetit tuaj, citon Healthline. Në dietën tuaj gjithashtu i mund të ndikojnë edhe fasulet e bardha, pasi mund të krijojnë një llogatje më të mirë të shëndetit. Një kup me fasule të bardha të gatuara siguron 8 mg hekur, një mineral që shumë njerëz, sidomos gratë që janë në fazën e hyrjes së menopauzës, kanë në vështirësi të marrën mjaftueshëm nga ky mineral. Mungesa e hekurit në menopauzë mund të shkaktojë gjithashtu edhe pengim të aktivitetit të enzimave që prodhojnë hormonet e tiroides. Duhet të keni parasysh dy gjëra. E para, trupi ka të vështirë të përthith hekurin, prandaj nevojiten ushqime shumë të pasura me vitaminën C që ndihmojnë në absorbimin e këtij minerali menjëherë nga trupi i njeriut. E dyta, hekuri mund të ulë efikasitetin e ilaçeve për tiroiden. Prandaj sigurohuni që të merrni ilaçe të paktën 4 orë përpara ose pasi keni ngrënë një vakt të pasur me hekur, pasi kështu nuk do të ndikojë në çështjen tuaj imunitare, sidomos edhe në efikasitetin e medikamenteve. Flisni me mjekun tuaj për kripën dhe algat e detit. Jodi është një mineral shumë i rëndësishëm për tiroiden, por nëse merrni më shumë se 1100 mikrogram në ditë, mund të përkeqësojë edhe më shumë gjendjen tuaj. Prandaj, nëse duhet ose jo të konsumoni algat ose edhe kripën gjatë ditës, duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj. Endokrinologu mund t'ju ndihmojë të përcaktoni nëse po merrni sasinë e duhur të këtyre ushqimeve dhe gjithmonë balancojeni dietën tuaj në mbikëqyrjen e një eksperti, pasi do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin dhe të mbani larg edhe komplikacionet që sjell gjëndra tiroide. Gjëndra tiroide, një gjendër e vogël e vendosur në pjesën e përparme të qafës, luan një rol vendimtar edhe në rregullimin e metabolizmit dhe në rritjen dhe zhvillimin e elementeve të duhur ushqyes. Shumë njerëz mund të vuajnë nga problemet e tiroides, si hipotiroidizmi dhe hipertiroidizmi, të cilat mund të ndikojnë në cilësinë e jetës juaj. Prandaj nëse vëreni shenjat që u përmendëm më herët, edhe rregulloni gjithashtu edhe dietën tuaj ushqyese, do ta keni disi më të favorshme mbajtjen nën kontroll të këtyre komplikacioneve. Për fat të mirë, ka ushqime të cilat sipas ekspertëve mundet të mbështesin funksionin e tiroides dhe të nxisin gjithashtu edhe përmirësimin e gjendjes suaj. Por përpara se t'i shtoni ato në dietën tuaj, duhet të konsultoheni me mjekun, pasi çdo dietë është individuale dhe nuk duhet të bëhet në mënyrë të pakontrolluar, për të mbajtur kështu menaxhimin më të mirë të llogatjeve të shëndetit të tiroides. Sipas ekspertëve, për një tiroide më të shëndetshme në dietën tuaj, mund të përfshini algat. Nëse vuani nga hipotiroidizmi, algat e detit janë një aleat i vlefshëm i shkëlqyer për organizmin dhe shëndetin e tiroides. Ato janë një ushqim i pasur natyral me jod, një element ky shumë i rëndësishëm për funksionet normale të tiroides dhe kështu mund të ndihmojë më mirë gjendjen tuaj imunitare, citon Healthline. Arrat e kripurat gjithashtu mund të jenë një ushqim lehtësues për çështjen tuaj.
Një tjetër ushqim që mund të ndihmojë në shëndetin e zemrës janë arrat. Arrat braziliane dhe lajthit janë burime të mira të selenit, të cilat do të ndihmojnë edhe në mbështetjen më të mirë të shëndetit të tiroides. Edhe peshku është një aleat i mirë i organizmit tuaj, sidomos edhe i shëndetit të tiroides. Gjithashtu ai është i pasur me element yndyror omega 3 shumë të rëndësishëm për organizmin dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin e tiroides, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të përzgjedhur dietën e duhur ushqyese dhe të detajuar vetëm për ju. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.